Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk pranon që askush t'i qaset, Viserlo Preglin ka nevojë për terapi. I ftuar në një emision, ish banori i shtëpisë së famshme Viserlo ka ndarë më shumë detaje nga përvojat e tij brenda shtëpisë dhe ka shpjeguar gjithçka që ka ndodhur pas publikimit të videos që ka shkaktuar polemika gjatë gjithë kohës që ai ishte brenda. Ndërkohë që po diskutonin për ngjarjet e fundit nga prajmi i së martës dhe debatit mes Danjës dhe Eglit, Viserlo shprehu mendimin e tij edhe pse tha që nuk kishte pasur mundësi ta ndiqte debatin me detaje. Sidoqoftë, ai theksoi se siç ka thënë edhe më parë brenda shtëpisë, ai është i mendimit se Egli ka nevojë për terapi. Unë kam thënë edhe brenda në shtëpi që Egli ka nevojë për terapi dhe I qëndroj kësaj. Është shumë reale sepse ka realisht shumë nevojë për të punuar me psikologen. Ajo është shumë e rënduar, mendoj unë. Ajo thotë që jo dhe nuk pranon që askush t'i qaset. Ne si banori jemi qasur të gjithë në një moment apo në një tjetër për të qëndruar afër dhe për t'i dhënë ndihmën tonë, por na ka parë si armiq. Zgjidhja e saj gjithsesi, shpreh ai.